Në vitin 1971, në një qytet të vogël gjerman, jetonte një burr 47 vjeçar i quajtur Heinz Binder. Ishte një njerëz i zakonshëm në pamje, flokë që po i thinjeshin, një pallto e vjetër dimri dhe një buzëqeshje që dukej gjithmonë paksa e dëshpëruar. Por brenda tij digje një zjarr i heshtur, një dashuri e sëmurë për tavolinat e gjelbra të kazinove dhe për atë ndjesin kur letra e fundit kthehet dhe të gjithë të shikojnë ty. Fatkeqësisht letra e fundit zakonisht e kthente kundër tij. Borxhet ishin grumbulluar si bordimri dhe tani i kishin arritur në fyt. Një pasdite të ftohtë nëntori, teksa po kthente faqet e një libri të vjetër me kapak të kuq të titulluar Të pasurit dhe super të pasurit, syt u ndalën te një emër, Theo Albrecht, bashkëthemeluesi i Aldit, një zinxhir dyqanesh që po pushtonte Gjermaninë me çmime të ulta dhe kursime ekstrem. Thuaj se Theo dhe vëllai i tij Karl ishin ndër njerëzit më të pasur në vend, por jetonin si asket. Makina të vjetra, kostume të lira, pushime, kurr. Heinz e mbylli librin ngadalë. Në atë çast në kokën e tij lindi një ide aq e çmendur sa dhe romantike në një farë mënyre. Një dashuri e dëshpëruar për para, për një jetë tjetër, për të qenë dikush. Po ta rrëmbeja, murmuriti me vete. Ishte si një propozim martese i dëshpëruar ndaj fatit. Për ta bërë realitet këtë dashuri, i duhej një partner. E gjeti te një shok i vjetër i burgut dhe i natës, një hajdut profesionist me nofkën Diamond Paul, një burr me fytyrë të ashpër dhe një buzëqeshje që ngjante një thike të hapur. Të dy ulën në një lokal të errët, me bira të lira para tyre dhe hartuan planin si dy të dashuruar që planifikojnë arratisjen e tyre të madhe. Me 29 nëntor 1971, në mëngjesin e ftohtë, u fshehën pranë selisë modeste të Altit në Essen. Prisi një milioner me Rolls-Royce dhe shofer. Në vend të kësaj, pa një burr të shkurtër me pallto gri që i binte paksa mbi supe, duke ecur me hapa të shpejtë drejt ndërtesës. Nuk kishte shofer, nuk kishte makina luksoze, vetëm një çantë të vjetër lëkure. Je ti Theo Albrecht? Pyeti Heinz, duke i vënë pistoletën pas shpine. Burri u kthye ngadalë. Sytë e tij ishin të qetë, pothuajse të mërzitur. Po, tha pa zë. Provoje. Theo nxorri portofolin me qetësi të plotë, tregoi kartën e identitetit. Heinz ndjeu një çast habie, pothuajse zhgënjim. Ky ishte njeriu që zotëronte gjysmën e Gjermanisë së ushqimeve? Ky plak me kostum që duke si i bler në pazar? Megjithatë, dashuria e Heinz për parat ishte më e fortë se çdo dyshim. E shtyn Theo brenda në një Mercedes të vjedhur dhe u nisën drejt Dulmen, ku Heinz kishte një zyrë të vogël private. Gjatë rrugës Heinz nuk pushoi së foluri. Ishte nervoz, por edhe i sjellshëm. Mos u shqetëso zoti Albrecht. Nuk do të bëjmë keq, vetëm duam ca para. Ke plot apo jo? Do të ndalesh ndoshe gjallë, të jap fjalën. Theo i ulur me styre, me duar të lidhura, e dëgjonte në heshtje. Donjëherë përgjigje me një po të shkurtër. Kishte diçka në qetësinë e tij që e bënte Heinz të ndiej i çuditshëm, si një adoleshent që i flet të dashurës për herë të parë. Kur arritën në zyrë, e zhveshën Theon deri në të brendshme, që ishin paq të thjeshta sa çdo gjë tjetër tek ai. I lidhën syt dhe e futën në një dollap të madh në dhomën e pasme. Pastaj filloi një romancë e çuditshme mes rrëmbyesit dhe pengut. Heinz i çonte çdo ditë ushqim, buk, sallam, një shishe bire. Ulej jashtë dollapit dhe fliste. E di, zoti Albrecht, edhe unë dua të jemi pasur si ti. Ndoshta një ditë, kur të marrim parat, do të hap një kazino të vogël. Ti do të vish si mysafir nderi, ha? Theo nga errësira përgjigje me zë të ulët. Nëse del nga kjo puna e Bigjozit, Heinz, Bigjozi të shkatërron. Ishte hera e parë që Theo e thirrni me emër. Heinz ndjeu një ngrohtësi të çuditshme në gjoks, por Diamond Paul e shinte ndryshe. Çfarë po bën more? I flet si të dashurës. Je çmendur? Merr parat dhe mbaro.
Grindjen mes tyre u bë e përditshme. Hayes donte 100 milion marka. Paul e quante të çmendur. Një mbrëmje, të dy hynte dollapit, të dy të bezdisur. Zoti Albrecht, tha Hayes, pothuajse si lutje. Ti je njeriu mençur, sa vlen jeta jote? Theo heshti një çast. Pastaj me atë zë të qetë që kishte negociuar kontrata miliarda, tha: 7 milion marka, jo më të shumë, është një çmim i drejtë. Hayes dhe Paul u pa në sy. Ishte shpërblesa më e madhe kërkuar ndonjëherë në Gjermani, dhe Theo e kishte ulur vetë çmimin si të blinte një palë këpucë në al. Mere, tha Theo, dhe më lëshoni të lirë, pa polici. Dhe kështu ndodhi. Një peshkop katolik i shkret u bë ndërmjetës. Lëshohet valigja në anë të autostradës. Hayes dhe Paul marrin para dhe për habit të gjithë mbaj fjalën. Pas 17 ditësh, Theo del nga dollapi me të brendshmet e tij të famshme dhe kthehet te familja. Hayes ikën në Meksik me gjysmën e parave. Për ca muaj jetoi si mbret, plazhe, tequila, gra. Por një ditë, në një kazino në Acapulco, ndërsa po luante poker, ndjoi një dorë në shpatull. Ishte policia gjermane. Kartë monedat e shënuara i kishin tradhtuar. Në gjyq, Hayes u dënua me 8 vjet. Kur e pyetëm pse i kishte mbajtur Theon si mik, ai u përgjigj: sepse për 17 ditë unë e dashurova paksa atë jetë që ai përfaqësonte, dhe ndoshta edhe atë vet. Diku gjysma atyre 7 milion markave është ende fshehur. Ndonjëherë në net të qeta thuhet se Hayes, tani një plak në një burg të vogël gjerman, ende ndorron për një dollap të errët ku një milioner kursimtar i mësoi se çmimi vërtet i lirisë nuk paguhet gjithmonë me para. Në vitin 1987, pas 8 vitesh e 6 muaj burg, Hayes Binder doli nga porta e hekurit e burgut të Werlit një ditë të ftohtë nëntori. Kishte 63 vjeç, flokët krejtësisht të bardha, sytë që dukeshin sikur kishin parë gjithë budallëkun e botës dhe ende qeshnin me të. Në xhepin e palltos së vjetër mbante një letër të shkurtër që i kishte mbërritur disa javë më parë. Ishte nga Theo Albrecht, një fletore thjesht alti, pa logo, pa asgjë. Brenda vetëm 3 rreshta me shkrim dore të rregullt. Zoti Binder, tani të dy e dim sa kushton një jetë njeriu. Shpresoj që ti ta jetosh pjesën tjetër pa e vënë përsëri në shitje. Theo Albrecht. Hayes e lexoi letrën në rrugën për në stacionin e trenit dhe, pa e kuptuar pse, filloi të qesh. Qeshja aq fort sa një roje burgu që po kalonte pyeti nëse ishte mirë. Më mirë se kur. Ju përgjigj Hayes dhe futi letrën në zemër, në xhepin e brendshëm, pranë fotografisë së vjetër të nënës. Nuk u kthye kurrë më në kazino. U zhduk në një fshat të vogël pranë kufirit holandez, punoi si kontabilist për një dyqan të vogël ushqimor. Ironikisht, një konkurrent i vogël i Aldit, dhe çdo të premte mbrëma, shkonte në kishën katolike të fshatit. Jo sepse u bë besimtar i madh, por sepse aty ishte i vetmi vend ku ndihej sikur dikush e falte pa e pyetur. Në vitin 2001, kur Theo Albrecht ndërroi jetë në moshën 88 vjeçare, Hayes, tashmë 77 vjeç, ul në dhomën e tij të vogël, ndezi një qiri të bardhë dhe lëshoi të diqej deri në fund. Pastaj mori një fletore të lirë dhe shkroi një letër që kurrë nuk do ta dërgonte. I dashur Theo, ti më morë 17 ditë të jetës. Unë të mora 7 milion marka dhe një copë dinjitet. Ti fitove. Unë fitoj çdo mëngjes që zgjohem pa borxhe dhe pa pranga. Faleminderit që ma dhe jetën 2 herë. Një herë duke ma kurthyer, herën e dytë duke ma mësuar. Nëse ka një parajs me çmime të ulta, shpresoj të ketë një tavolinë të lirë për ne të dy. Pa inat. Hayes. E valosi letrën, e futi në një zarf të bardhë dhe vendosi në dollapin e tij të vjetër, atë që ngjante aq shumë dollapit ku kishte mbajtur Theon. Donjëherë kur binte shi e hapte dhe lexonte me zë të ulët si një lutje të çuditshme dashurie mes rrëmbyesit dhe pengut.
Gjysme atyre 7 milion markave, rreth 1.75 milion dollar të sotëm, nuk u gjet kurrë. Thuhet se Heinz i groposi diku në pyllin pranë Dulmen, në një listë që i kishte parë të rritur që fëmijë. Nuk i tha kurrë askujt vendin, ndoshta sepse e dinte, paraja e vërtet që morin ato 17 ditë nuk ishte në valixhe. Ishte një mësim që nuk blihet dot as në Alti. Njeriu më i pasur nuk është ai që ka më shumë, por ai që i di çmimin gjërave dhe di kur të ndaloj së shitur i vete. Dhe kështu mbaron historia e dy burrave që u dashuruan në mënyrën e tyre të çmendur dhe të dhimbshme me të njëjtën gjë, lirinë. Njëri e ruajti duke dhënë para, tjetri e fitoi duke i humbur të gjitha. Të dy dolën fitimtar. Të dy dolën më të varfër dhe, paradoksalisht, më të pasur se kurrë.